Në një rrëfim të papritur në emisionin Trotuar, Xheneta zbuloi një moment të ëmbël në korridoret e Top Channel, një buzëqeshje nga gjesti, dhe sipas saj ka qenë pikërisht ai që e pa i pari. Graciano, që me sa duket i njeh mirë lëvizjet prapa kamerave, e përmendi këtë si një moment që ka lënë përshtypje edhe tek stafi. Por nuk mbaron me kaq. Graciano nuk nguroi të përmendte edhe një tjetër emër që gjithmonë ndes situatën, Eglin. Ai e pyeti Xhenetën nëse e kishte takuar në ambientet e televizionit, por përgjigjja që mori la të gjithë gojë hapur. Nuk i kam takuar në televizion, por kam dëgjuar që po flen në të njëjtin hotel ku qëndroj unë në Tiranë. Tani nuk e di kush po e ndjek kë, tha ajo me një buzëqeshje që s'dëshiron shumë përkthim. Pra ndoshta rrugët e tyre nuk kryqëzohen në ekran, por në hollin e hotelit. Historia nuk ka përfunduar. Për ndjekësit që janë në pritje të episodit tjetër, jashtë shtëpisë së Big Brother, kjo ishte një dhuratë e papritur. Çfarë duhet të presim pas kësaj?